Fatkeqësisht edhe sot do ta fillojmë këtë, po themi kështu, intervistë me vdekjen e një të riut I cili vdiq në komunën e Prizrenit, I ri I cili kishte vetëm moshën 24 vjeçare, I cili u aksidentu nga një pomë betoni për cilin ishin duke punuar në vendin e tyre të punës, po përsërisht është rasti I 13 që nga 1 janari deri më sot. Arsye pse po ndodhin këto janë se në rend parë pronarët e kompanive nuk janë në nivelin e duhur, nuk janë duke, po themi kështu, menaxhuar ose nuk janë duke respektuar ligjin mbi sigurinë dhe shëndetin punë. Përposh pronarët kompanive normal që institucionet shtetërore në veçanti ministria, veçanti inspektorati I punës nuk po mund t'ja del me mbikëqyrjen e gjitha rrezikshmërive në vendet e tyre të punës dhe ka ardhur deri te kjo që fatkeqësisht viti 2025 dhe ky vit 2026 sipas gjitha gjasat do të jetë viti më fatkeq sa I përket vdekjeve të punëtorëve në vend të tyre të punës. Absolutisht nuk duhet të ketë ndonjë farë filozofie ose mençurie, kjo krejt duhet që të bëhet respektimi I ligjit mbi sigurinë dhe shëndetin punë, një po themi vigjilencë jashtëzakonisht shumë e madhe pronarët kompanive, po pak a shumë edhe punëtorëve dhe ndoshta nuk do të ishte eliminuar në tërësi, sepse edhe në vende të tjera të botës vdesin punëtorët, por në një numër kaq të madh sikurse po ndodhet na nuk ndodhet kërkun në botë. Faktikisht, domethënë mund ta themi atë që edhe tani kemi problem të themi që ky punëtor ndoshta nesër nuk do të ketë, po themi, mjetet mjaftueshme për ceremoninë e varrimit dhe të pamunit, andaj ne edhe kësaj radhe po përsërisim kërkesën që këtyre familje duhet të ndihmohet në mënyrë zyrtare nga qeveria e Kosovës.